Departamenti i Policisë Kriminale në bashkëpunim me Shërbimin Diplomatik të Sigurisë, zyrën e hetimeve kriminale në Ambasadën e Shteteve të Bashkuara në Tiranë, në koordinim të veprimeve të përbashkëta me Drejtorinë Qendrore të Policisë Kriminale Italiane, Shërbimi i Bashkëpunimit Policor Ndërkombëtar dhe zyrën e ekspertëve të sigurisë në Tiranë, prej shumë kohësh ka bashkëpunuar duke shkëmbyer informacion lidhur me shtetasin shqiptar Kamer Duhanxhiu, 44 vjeç. Ky shtetas në kërkim ndërkombëtar që prej vitit 1999 është dënuar nga autoritetet italiane me 30 vjet burgim për veprën penale, vrasja mbetur në tentativë dhe vrasja në rrethana cilësuese, ngjarje të ndodhura në vitin 1999 në Asti, Itali. Si rezultat i bashkëpunimit ndërmjet tyre agjencive partnere, shtetasi Kamer Duhanxhiu, i cili fshihej në Shtetet e Bashkuara prej shumë vitesh, ishte arrestuar më herët këtë vit në Florida. Pas përpjekjeve të përbashkëta koordinuese ndërmjet këtyre agjencive, ai u deportua nga SBA-ja me fluturim charter në Tiranë. Sapo mbriti në aeroportin Nën Tereza, ai u arrestua me qëllim ekstradimin drejt Italisë, bazuar në urdhrin e arrestit ndërkombëtar, kartelin e kuqe të Interpolit të lëshuar nga autoritetet italiane. Ky shtetas do të përballet me dënimin e tij 30 vjeçar në Itali.